Rrjeti është duke bënë një punë shumë të mirë, pse është i mbledh gjithë bizneset nga gjitha trojet shqiptare dhe i ka të bu dhe derisa na jemi bashkë, sigurisht jemi më të fortë dhe kemi mundësinë e bisedimeve, shkëmbimeve të idejave, të investimeve të përbashkëta. Unë besoj se tash për fillim sigurisht është pak ato vështirësitë, po me kalimin e kohës vetë koha ka më na mësua që me ardha aty që ne me fillu edhe me kooperu më shumë, me bashkëpunu më shumë, me prodhu më shumë së bashku, po njëkohësisht edhe me shitën. Unë mendoj se rrjeti i bizneseve në diasporë është një ambasador shumë i fuqishëm i prodhuesve vendor, trojeve shqiptare ku ne këtu veprojmë, pse ata janë në Evropë, kanë miq, kanë shok, kanë bizneset e vete dhe kështu që është shumë ma lehtë na me deportu nëpërmes tynëve se sa me shku një biznes nga Kosova dhe me gjetë një firmë, me hap një biznes, është një kosto shumë e madhe. Kështu që ne duhet të shfrytëzojmë rrjetin e biznesit, duhet të shfrytëzojmë njerëzit e cilët veç kanë deportu, kanë bo firma, kanë bo bizneset shumë suksesshme ku po konkurrojnë me gjithë botën e qytetëruar. Unë besoj që kanë politikat fiskale janë shumë të mira, po shteti duhet me ecë pak më shpejt me hapjen e zonave ekonomike. Kjo është një mungesë shumë e madhe për investitorët e huaj. Edhe duhet gjendet një formë pak më lehtë e negocimit qeveri dhe investitorët e huaj.